A je ke pyetur ndonjëherë pse disa gra jetojnë vetëm pa të dashur, pa partner, pa as që japin përshtypjen se janë në kërkim të dikujt? Përgjigjja nuk qëndron te vetmia, as te mungesa e mundësive dhe as te zhgënjimet romantike. Ajo qëndron te diçka që është e pakëndshme, që ngjall frikë dhe që dekonstrukton gjithçka që na është mësuar për rolin e gruas. Sepse kur një grua vendos të jetë vetëm, ajo nuk është e humbur, ajo e ka rigjetur veten. Dhe kjo rigjetje nuk sjell duartrokitje, as pëlqime dhe as shoqëri. Ajo sjell heshtje, forcë dhe një lloj lirie që shumica ende nuk e kuptojnë. Jo, ajo nuk është e vetmuar, ajo është e përzgjedhur. Ajo nuk është e ftohtë, thjesht është lodhur duke djegur veten për njerëz që kurrë nuk ishin të gatshëm të ngrohen. Ka diçka thellësisht kërcënuese në një grua që nuk ka nevojë për një lidhje për t'u ndjerë e plotë, sepse kjo bie ndesh me logjikën e kontrollit, zbulon mitin e varësisë emocionale dhe ekspozon një të vërtetë të ashpër. Shumica e burrave nuk dinë çfarë të bëjnë me një grua që nuk ka nevojë të shpëtohet, dhe shumica e grave janë vetëm tani duke mësuar ta shohin veten në këtë pasqyrë të forcës së heshtur, por shurdhuese. Carl Jung ka thënë gjithçka që mohojmë, bëhet hija jonë. Dhe shumë prej këtyre grave që jetojnë vetëm, në të vërtetë janë pasqyra e kësaj hije kolektive. Ato janë ajo që shumë do të donin të ishin, por vetëm pak kanë guximin ta mishërojnë. Ato nuk bërtasin për dashuri, ato pëshpërisin vendime. Ato nuk ekspozohen për të tërhequr, ato tërhiqen për të ruajtur. Ato interesohen më pak për princa për allash dhe më shumë për paqen e brendshme. Dhe pikërisht kjo shqetëson, sepse ndërsa bota kërkon që të nxitosh për të gjetur dikë, ato kanë zbuluar fuqinë për të qenë me veten. Gruaja që jeton pa të dashur nuk është e humbur, ajo është në një nivel tjetër. Atje ku nuk lutesh, por zgjedh, ku nuk lyp, por vëzhgon, ku nuk kërkon aprovim, por bind përmes vetpranisë. Ndoshta ende nuk e kupton, ndoshta mendon se është egzagerim, krenari apo mungesë e fshehur, por thellë brenda teje lëviz një shqetësim, një pyetje që mbetet edhe kur përpiqesh ta injorosh, po sikur kjo rrugë e heshtur të jetë e vetmja që të çon te dashuria më e rëndësishme nga të gjitha, te vetja. Heshtja që rrethon një grua që jeton vetëm nuk është boshllëk, është një vend i shenjtë. Dhe kush nuk e kupton vlerën e këtij hapësire, shpesh e quan të ftohtë, të paarritshme apo edhe arrogante. Por ajo që pak e kuptojnë, ajo nuk e ka ndërtuar këtë kështjell për ta mbajtur botën larg. Ajo e ka ndërtuar për të mos humbur veten. Carl Jung tha gjithçka që nuk përballemi brenda vetes, e projektojmë të tjerët. Ndoshta prandaj kaq shumë gra e ngatërojnë vetmin me mungesën, ndonë se ajo në të vërtetë mund të jetë një terren pjellor i vetdijes. Ndërsa shumica përpiqen të mbushin veten përmes lidhjeve të jashtme, kjo grua ka kthyer shikimin brenda. Dhe aty, në gjersinë e pavetdijes së saj, ajo është përballur me fantazmat që i ka shmangur për vite me radhë, plagët e fëmijërisë, braktisjet e pathëna, varësitë që maskoheshin si dashuri. Vendimi për të qenë vetëm nuk ishte rezultati një plage të hapur, por i një shenje që më në fund është shëruar. Ajo nuk ka ndaluar së besuari në dashuri, thjesht ka ndaluar së pranuari atë që ju shit si dashuri dhe që gjithmonë e zvogëlonte. Kjo grua njeh kaosin. Ajo ka dashur deri në humbje të vetvetes. Ka dhënë shumë. Ka lypur thërrime që nuk është dashur t'i ofrohen kurrë. Por një ditë, ajo u zgjua. Dhe ky zgjim nuk ishte një moment i vetëm, ishte një seri zhgënjimesh që pushuan së dhëni dhimbje dhe filluan të japin mësime. Ajo që sheh tani nuk është ftohtësi, është maturi emocionale. Dhe maturia tremb, sepse kërkon prani, thellësi, të vërtetë. Ajo nuk kërkon shoqëri të rastësishme, kërkon ndërsjellësi. Ajo nuk joshet më nga premtimet, por vetëm nga prania e vërtetë. Dhe pikërisht për këtë arsye, ajo duket e paarritshme për shumëkën, sepse ajo nuk dëshiron të shpëtohet, ajo dëshiron të shihet, dhe për këtë nevojitet më shumë se sa sharm apo fjalë të bukura. Nevojitet guxim për të hyrë në thellësi që pak i guxojnë, dhe aty shumë dorëzohen. Jo sepse ajo është e vështirë për t'u dashur, por sepse ajo është e plotë.
Dhe kur një grua bëhet e plot, ajo ngjall dy ekstreme në botë, admirim dhe frikë. Admirim nga ata që aspirojnë të jenë gjithashtu të tëra, dhe frikë nga ata që ende jetojnë si gjysma, me shpresën se dikush do t'i plotësojë. Ajo nuk dëshiron ta plotësojë askënd, ajo dëshiron të derdhet, bashkë me dikë që gjithashtu e ka gjetur veten. Deri atëherë, ajo mbetet vetëm, jo për shkak të fatit, por për shkak të besnikërisë ndaj shpirtit të saj. Kjo grua nuk fshihet, ajo mbrohet. Ka një ndryshim të madh mes tërheqjes dhe vetëmbrojtjes, por bota mezi e kupton. Një botë që ende predikon se lumturia deri në fund të jetës ekziston vetëm në çift. Një botë që shikon me dyshim ata që nuk kanë partner, sikur kjo të ishte një shenjë dështimi. Carl Jung ka thënë aty ku mbizotëron konvencioni, ka pak vend për autenticitetin. Dhe kjo grua nuk jeton sipas konvencioneve, ajo jeton nga esenca e saj. Ajo dëgjon fjali si je shumë e përzgjedhur, duhet të jesh më e hapur, askush s'është perfekt. Dhe ajo buzëqesh. Një buzëqeshje e qetë, e fortë, pothuajse ironike, sepse ajo e di që ajo që shumë e quajnë kërkesa, në të vërtetë është minimumi. Minimumi që i është dashur dekada për të kuptuar se e meriton. Ajo nuk kërkon për sosmëri, por dikë me pjekurin për të dashur pa shkatëruar. Dikë që ka bërë punën e brendshme, që e ka takuar tashmë veten ashtu si ajo. Dhe këtë, të jemi të sinqert, nuk e gjen në çdo cep. Paqëndrueshmëria që ajo ngjall nuk qëndron në atë që thot, por në atë që ajo mishëron. Ajo është dëshmia e gjallë se lumturia nuk duhet të varet nga një person tjetër. Dhe kjo rrezon maskat. Burrat që mbjetojnë nga pasiguria e grave ndihen të kërcënuar. Gratë që ende varen nga miratimi i jashtëm ndihen të gjykuara. Por ajo nuk është aty për të konfrontuar. Ajo thjesht është. Dhe të qenet autentik i një njeriu të çliruar është pasqyrë e pamëshirshme për ata që ende jetojnë të lidhur brenda vetes. Kjo grua nuk ka nxitim. Ajo nuk ka nevojë të përshpejtojë proceset për të pëlqyer. Ajo ndjek ritmin e vet. Dhe pikërisht për këtë, ajo nxit zemërim të heshtur në një shoqëri që do gjithçka menjëherë. Ajo kërkon thellësi, ndërkohë që bota ndjek shpërqendrime. Ajo kërkon prani, ndërsa bota ofron vetëm disponueshmëri sipërfaqësore. Ajo dëshiron lidhje shpirtërore, ndërsa të tjerët përpiqen të duken interesant në storyn e radhës në Instagram. Kur thot jo, nuk është lojë, është e vërtetë. Kur largohet, nuk është dram, është vetëm mbrojtje. Kur zgjedh të qëndrojë vetëm në shtëpi, në vend që të dalë me dikë që është bosh nga brenda, kjo nuk është arrogancë, është qartësi. Dhe kjo qartësi, që ajo e ka fituar me dhimbje dhe përkushtim, është revolucioni i saj më i madh. Sepse ajo nuk jeton për të kënaqur, ajo jeton për të qenë vetvetja. Dhe pikërisht ky akt i thjesht të qenit e bën atë kaq të rrezikshme për sistemin. Ndoshta nuk është vetmia e saj ajo që i trazon të tjerët, por paqja që ajo ka gjetur brenda vetes. Carl Jung mësoi se ai që sheh jashtë ëndërron, por ai që sheh brenda zgjohet. Dhe pikërisht këtë udhëtim ajo ka nisur. Nuk ka qenë rrugë e lehtë. Ka qenë një proces i lodhshëm çmaskimi, përballje me varësitë emocionale dhe rindërtimi pjesë pas pjese. Ajo nuk e përcakton më veten përmes syve të dikujt tjetër. Ajo e sheh veten me sytë e vet. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Sa herë je pyetur nëse vetmia është dështim apo liri, sa herë ke ndier nevojën të justifikohesh pse nuk ke një partner, edhe kjo grua e ka përjetuar. Ajo është ndier gabim në një botë që idealizon çiftet edhe kur janë të palumtur. Por një ditë, ajo e kuptoi është më mirë të jesh vetëm se sa i padukshëm në një marrëdhënie. Dhe atë ditë, ajo lidhi një pakt me veten kur më nuk do të kënaqet me më pak se sa që meriton. Rruga e kësaj gruaje nuk është e drejtë. Ka ditë dyshimi, momente mallëngjimi, net të mbushura me heshtje. Por ekziston edhe një forcë që rritet me çdo vendim të vetëdijshëm. Ajo ka mësuar se dashuria e vërtet nuk burgos, nuk përvetëson, nuk manipulon. Dashuria që ajo kërkon është ajo që çliron, që plotëson, që mbështet pa e shtypur. Dhe derisa kjo dashuri të shfaqet, ajo rritet e vetme.
jo nga krenaria, por nga integriteti. Kjo grua është mishërimi i gjallë i individuimit të jungull. Ajo është thyrë, është përballur me hijet, ka zbritur në pavetdijen e saj dhe është kthyer më e fortë se kurrë. Dhe tani që ajo e njeh veten, nuk do të jetë më asnjëherë një gjysmë. Ajo nuk kërkon dikë që ta plotësoj, por dikë me të cilin mund të ndaj vetdije. Kjo tremb, sepse kërkon përgjegjësi emocionale. Dhe fatkeqësisht, pak janë të gatshëm të duan në këtë mënyrë. Shumica ende duan nga mungesa, nga ndjenja e pronësisë, nga frika. Nëse sot ajo ecën vetëm, është sepse çdo hap i saj është një shprehje e rritjes së saj të brendshme. Çdo jo që ajo thot është një akt vetë respekti. Çdo mungesë që ajo zgjedh është një kujtesë se dashuria nuk duhet lypur. Ajo nuk ka më nevojë t'i vërtetoj askujt asgjë. Dhe kjo siguri, e lindur nga thellësia e shpirtit të saj, ndryshon gjithçka përreth saj. Sepse një grua që e ka rigjetur veten bëhet e rrezikshme jo për shkak të armëve të saj, por për shkak të qartësisë së saj. Gruaja që sot jeton pa partner nuk është e njëjta që dikur lutej për dashuri. Diçka brenda saj është thyer, dhe pikërisht ajo thyerje ishte çlirimi i saj. Sepse ndonjëherë vetëm përmes rënimit, shpirti riorganizohet. Carl Jung dikur tha se pema që dëshiron të rritet deri në qiell, duhet të ketë rënjë që shtrihen deri në ferr. Dhe pikërisht këtë ajo ka përjetuar, ajo ka zbritur në ferrin e historisë së saj, është përballur me frikëra të lashta, dhimbje të trashëguara, trauma që nuk ishin vetëm të sajat, por të gjitha grave para saj. Ajo theu modele të vjetra, tha ajo ndaj lidhjeve që përsëritnin të njëjtin skenar toksik. Ajo mësoi se nuk është detyra e saj të shëroj dikë, ta shpëtoj, apo të kënaqet me thërrime emocionale vetëm nga frika e të qenit vetëm. Dhe kur ndaloi së pranuari, bota u përpoq ta binte se po gabonte. Por ajo qëndroi, fillimisht e pasigurt, më pas e vetëdijshme dhe në fund e pathyeshme. Sepse kush ka banuar në humnerën e vet, nuk friksohet më nga boshllëku. Ajo ka mësuar të ushqehet nga heshtja dhe të mbulohet me ngrohtësinë e pranisë së vet. Kjo grua nuk është e paarritshme, ajo thjesht nuk lejon më të shkelet. Ka një ndryshim të madh mes hapjes së zemrës dhe lejimit të copëtimit. Ajo hapet, por vetëm për dikë që vjen me të vërtetë, jo me fraza të mësuara përmendësh apo premtime boshe. Ajo ka parë mjaftueshëm për të dalluar midis pranisë së vërtetë dhe një roli të luajtur. Intuita e saj është bërë e mprehtë si te. Energjia e saj është një filtr. Gjithçka që nuk vjen nga thellësia, ajo e ndjen nga larg dhe nuk nguron të largohet. Shndërrimi i saj nuk është i jashtëm, ai është arketipal. Është sikur ajo të ketë gjetur qasje në një urtësi të lashtë, në një kujtesë që gratë nuk kanë lindur për të shërbyer, por për të shprehur veten. Jo për të formuar, por për të derdhur brendësinë e tyre. Dhe me këtë kujtesë, diçka u zgjua brenda saj, një grua e egër, intuitive, emocionalisht sovrane. Një grua që ndoshta është vetëm, por kur e humbur. Ajo është e lidhur me diçka më të madhe, me fatin e saj. Dhe sa herë që përpiqen ta fusin në ndonjë kategori si të ftohtë, të vështirë apo të pandjeshme, asgjë nuk qëndron mbi të. Sepse ajo nuk jeton më për t'i përkitur dikujt, ajo jeton për t'u shtrirë. Nuk lufton më për vëmendje, ajo rrezaton prani. Nuk pret të zgjidhet, ajo zgjedh vetë. Dhe pikërisht ky përmbysim i logjikës i çrregullon ata që ende përpiqen ta kontrollojnë femëroren. Por ajo nuk është më aty. Ajo ka kaluar portën. Dhe në anën tjetër, ka zbuluar marrëdhënia e vërtet fillon vetëm atëherë kur ke mësuar ta duash veten mjaftueshëm, sa të mos kesh nevojë për askën. Ka diçka të shenjtë në mënyrën si ajo ecën përmes botës. Nuk ka nevojë për duartrokitje, as për aprovime publike. Siguria e saj është e heshtur, dhe pikërisht në këtë heshtje jeton fuqia e saj. Carl Jung tha se gjithçka që përballemi brenda vetes manifestohet më vonë si fati ynë. Dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye, kjo grua, duke zgjedhur vazhdimisht veten, është bërë zonjë e fatit të saj, një fati që pak e kuptojnë, por shumë e admirojnë në heshtje. Ajo nuk përpiqet më të mbushë boshllëkun me premtime,
as të bindë të tjerët se është e denjë për dashuri. Ajo nuk lyp më vend në jetën e dikujt tjetër, sepse ka mësuar prania e vërtet nuk lypet, ajo ftohet. Dhe nëse kjo ftesë nuk vjen nga e vërteta, ajo nuk e pranon. Nuk reagon me zemërim apo mlef, ajo tërhiqet, me dinjitetin e një gruaje që është humbur shumë herë për të lejuar atë dhimbje sërish. Ajo që shumë nuk kuptojnë është se kjo grua dëshiron të dashurojë. Ajo dëshiron të përqafohet, të preket, të zgjidhet, por dëshiron ta bëj këtë pa e humbur veten, sepse ka kaluar shumë kohë duke u përpjekur të përshtatet në forma që ishin shumë të vogla për madhështinë e shpirtit të saj. Sot ajo jep veten vetëm atje ku ka hapësirë të jetë plotësisht vetja, dhe kjo kërkon nga tjetri një pjekuri që shkon përtej romantizmin. Kërkon vetdije, kërkon që ai të jetë përballur me hijet e veta dhe megjithatë të zgjedh dashurinë. Ajo nuk kërkon përralla, ajo kërkon lidhje shpirtërore, një shkëmbim në të cilin nuk ka as dominim dhe as nënshtrim, ku të dy mund të rriten krah për krah, pa u zvogëluar, pa e mohuar veten, pa hequr dorë nga ëndrat. Dhe nëse kjo duket e paarritshme, për disa është në rregull, sepse ajo e preferon të presë sesa të ushqehet me thërrime emocionale. Për shumë, kjo mund të tingëllojë si arrogancë, por është vetëm dashuri për veten në formën e saj më të pastër. Ne qëndrojmë përballë një arketipi të ri të gruas, një gruaje që ka zgjedhur thellësinë mbi sipërfaqësinë, që u lodh duke qenë vetëm e dëshiruar dhe filloi të kërkojë respekt, që vendosi të jetë vetëm jo sepse hoqi dorë nga dashuria, por sepse më në fund e kuptoi se dashuria e vërtet kur nuk kërkon mohimin e vetes. Dhe kur një grua e kupton këtë, i gjithë universi i saj ndryshon. Ajo nuk ka nevojë të flasë me zë të lartë për t'u dëgjuar. Prania e saj flet para se të thotë ndonjë fjalë. Aty ku shfaqet, ndryshon atmosfera butësisht, por dukshëm. Carl Jung tha pema që dëshiron të rritet deri në qiell, duhet të ketë rrënjë që shkojnë deri në ferr. Dhe pikërisht këtë ajo ka përjetuar, ajo ka zbritur në ferrin e historisë së saj, është përballur me frikëra të lashta, ka ndjer dhimbje të trashëguara, ka bartur trauma që nuk ishin vetëm të sajat, por të gjitha grave para saj. Ajo ka thyer cikle, ka përfunduar lidhje që përsëritnin të njëjtin model toksik. Ajo ka mësuar se nuk është detyra e saj të shpëtojë dikë, ta shëroj apo të kënaqet me mbetjet emocionale vetëm nga frika e të qenit vetëm. Dhe kur ndaloi së pranuari këtë, bota u përpoq ta bindë se gabonte. Por ajo qëndroi, fillimisht me pasiguri, pastaj me vetdije dhe në fund me paprekshmëri. Sepse kush ka mbijetuar luftën e brendshme, nuk friksohet më nga boshllëku. Ajo ka mësuar të ushqehet nga heshtja dhe t'i jap vetes ngrohtësi. Kjo grua nuk është e paarritshme, ajo thjesht nuk lejon më të pushtohet. Ka një ndryshim të madh mes hapjes së zemrës dhe dorëzimit total. Po, ajo hapet, por vetëm për ata që vijnë me të vërtetën, jo me fjalë të mësuara apo premtime boshe. Ajo ka parë mjaft për të dalluar mes pranisë së vërtetë dhe një shfaqjeje të sforcuar. Intuita e saj është bërë si te. Energjia e saj është një sensor. Gjithçka që nuk vjen nga thellësia, ajo e ndjen menjëherë dhe largohet. Shndërrimi i saj nuk është i jashtëm, ai është arketipal. Është sikur të kishte hyrë në kontakt me një urtësi të lashtë, me një kujtesë se një grua nuk ka lindur për t'ju bindur, por për t'u shpalosur. Jo për t'u formësuar, por për të derdhur thellësinë e saj. Dhe kur ajo u kujtua për këtë, diçka u ngrit brenda saj, një grua e egër, intuitive, emocionalisht e pavarur. Një grua që mund të jetë vetëm, pa qenë kurrë e humbur. Ajo është e lidhur me diçka më të madhe, me rrugën e saj të brendshme. Dhe sado që të përpiqen ta përkufizojnë si të ftohtë, të vështirë, të paarritshme, asgjë nuk ngjitet më mbi të. Sepse ajo nuk jeton më për të pëlqyer, ajo jeton për të lullëzuar. Nuk pret më të zgjidhet, ajo zgjedh vetë. Kjo përmbysje e logjikës i trondit të gjithë ata që ende përpiqen ta kontrollojnë femëroren. Por ajo nuk është më aty. Ajo ka kaluar portën, dhe në anën tjetër ka kuptuar marrëdhënia e vërtet lind vetëm kur e ke dashur veten aq thellë, sa nuk ke më nevojë për askën.
Nuk është mistik, është energji. Energjia e dikujt që ka mbijetuar luftërat më të ashpra të brendshme dhe ka vendosur të kthehet në paqe. Jo sepse ka mposhtur të gjitha frikërat, por sepse ka mësuar të jetojë me to, pa u thyer. Carl Jung do të thoshte ajo nuk e ka arritur tërësinë duke eliminuar të kundërtat, por duke I integruar ato. Kjo grua nuk e refuzon dashurinë. Ajo thjesht ka mësuar të mos futet më në marrëdhënie të pabalancuara, ku duhet ta zvogëloj veten që tjetri të ndriçojë. Ajo dëshiron dashuri, por një dashuri ku esenca e saj nuk censohet. Një dashuri ku ajo lejohet të jetë dritë dhe hije, të qesh dhe të qaj, të jetë heshtje dhe stuhi. Sepse ka kuptuar kush do vetëm të bukurën, ende nuk ka mësuar të dojë vërtet. Dhe kush kërkon ëmbëlsi të pandërprerë, nuk e ka kuptuar domosdoshmërinë e hidhësisë që na ndihmon të rritemi. Ajo është shumë e tërë për të pranuar gjysma, shumë e lirë për të pranuar burgje që maskohen si përkujdesje, shumë e ndjeshme për të nënshtruar lidhjeve sipërfaqësore, dhe njëkohësisht mjaftueshëm e fortë për të ndjekur këtë rrugë edhe nëse dhemb është e vetmuar apo e keq kuptuar. Ky është rrugëtimi I një shpirti të zgjuar të heqësh dorë nga miratimi I menjëhershëm për t'i lënë hapësirë një të vërtetë më të thellë. Bota I frikësohet grave të tilla, grave që nuk kanë nevojë, grave që nuk përkulen, grave që nuk formohen sipas pritshmërive, sepse ato sfidojnë struktura të padukshme, thyejnë modele të vjetra, shpërbëjnë kontrata emocionale që dikur thoshin një grua ka vlerë vetëm kur nuk është vetëm. Dhe kur ajo I thyen këto kontrata, kur shkruan historinë e saj nga e para, ajo frymëzon të tjerët. Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën atë rrezikshëm revolucionare për sistemin. Kështu që ajo ecën përpara. Ndonjëherë me lot në sy, ndonjëherë me kokën lart, por gjithmonë me të dyja këmbët në tokë. Sepse tani ajo e di ajo nuk është vetëm, ajo është me veten. Dhe pas gjithçkaje që ka kaluar, kjo është më se e mjaftueshme. Dashuria që vjen pas kësaj nuk do të jetë shpëtim por festim. Nuk do të mbush, do të derdhet. Kur një grua vendos të ecë vetëm, bota përpiqet ta bindë se po gabon. Por thellë brenda saj, ajo ndjen diçka ngrihet. Nuk është krenari, as rebelim. Është një formë e rrallë urtësie që lind vetëm nga heshtja. Po ajo urtësi që Carl Jung e quajti individuim, procesi I të bërit, ajo që je në të vërtet pa maska, pa kompromise. Dhe kur kjo ndodh, asgjë e jashtme nuk ka më fuqi mbi të vërtetën që rre në kraharorin e saj. Kjo e vërtet nuk ka nevojë të jetë e zhurmshme. Ajo shfaqet në mënyrën si ajo mbyll një derë pa mbledh, si tërhiqet kur një hapësirë nuk e ushqen më, apo si buzëqesh në paqe, edhe pa dik në krah. Sepse ajo e ka kuptuar vetmia nuk është njollë, është një betim besnikërie ndaj shpirtit të saj. Dhe shpirti I një gruaje të zgjuar nuk përkulet, nuk shuhen, nuk lutet. Ai thjesht është, dhe kjo është e mjaftueshme. Bota do të vazhdojë t'i thotë se I mungon diçka. Do t'i ofrojë shpërqendrime, princa plastike, dashuri prej vitrinash. Por ajo ka parë përtej perdes. Ajo ka kuptuar se nuk ka të bëjë me gjetjen e dikujt, por me moshumbjen e vetes. Dhe kur kjo kuptesë lulëzon, gjithçka ndryshon. Mungesa bëhet zgjedhje, pritja bëhet rrugë, dhimbja bëhet mësim, dhe ajo që dikur e lidhte, tani e çliron. Ti mund ta ndjesh brenda vetes atë shqetësim të heshtur, atë shkëndi. Ndoshta ishte një kujtim, një plag e vjetër, një nostalgji pa emër. Ndoshta ishte imazhi I një gruaje që dikur e njihje ose një grua në të cilën po shndërrohesh ti vetë. Në çdo rast, diçka brenda teje kërkon të shihet më thellë, diçka që nuk përshtatet më në format e vjetra, diçka që nëse e lejon mund të ndryshojë përgjithmonë mënyrën si e sheh dashurinë, të tjerët dhe mbi të gjitha veten tënde. Kjo grua që jeton vetëm është më shumë se një profil I pazakonë. Ajo është një simbol I gjallë I lirisë emocionale, një kujtesë se mund të rindërtosh veten pa nxitim, pa frikë, pa pasur nevojë të justifikohesh. Ajo nuk udhëheq, as nuk ndjek. Ajo ecën rrugën e vet e paprekshme. Dhe në këtë rrugë, ndez dritza për ata që janë gjithashtu duke u zgjuar.
Nëse diçka brenda teje është prekur nga ky mesazh, ndoshta është sepse edhe ti thellë në shpirt je gati për një formë të re dashurie. Një dashuri që fillon me pajtimin me veten, që ushqehet nga heshtja, prania dhe e vërteta. Një dashuri që nuk negociohet, që nuk lypet, që nuk maskohet. Dhe nëse ajo dashuri ende nuk ka ardhur, ndoshta është vetëm sepse ti duhej të bëheshe fillimisht ajo grua që nuk pranon më asgjë më pak se çfarë meriton. Nëse këto fjalë të kanë arritur në momentin e duhur apo kanë zgjuar diçka që kishe harruar, mos i mbaj për vete. Ndaje këtë mesazh me gratë që duhet të kujtojnë fuqinë e tyre. Jep një pëlqim, koment ose abono në këtë kanal jo nga impuls, por nga zgjedhje. Sepse kur diçka prek shpirtin, gjëja më e vogël që mund të bëjmë është ta lëmë të kumboj brenda nesh dhe përmes nesh.